Almanaku. On this day. Ngjarjet më të rëndësishme ndër vite. Në Top Albania Radio. Në vitin 910, ndroi jetë Shën Naumi, i njohur si Naumi i Ohrit. Informacioni mbi jetën e tij të hershme është i pakët. 1823, poezia A Visit from St. Nicholas, e njohur dhe si The Night Before Christmas, botohet për herë të parë në mënyrë anonime në gazetën New York Sentinel. 1950, Papa Piu i XII shpall se arkeologët në Rom kishin zbuluar një varr nën bazilikën e Shën Pjetrit, që mund të jetë varri i shenjtorit. 1954, transplantimi i parë i suksesshëm i veshkave u krye nga mjekët J. Hartwell Harrison dhe Joseph Murray në Boston, në spitalin Brigham. Procedura u bë mes binjakëve identik Ronald dhe Richard Herrick. 1969, rekordi i art për B.J. Thomas fiton diskun e art për 1 milion kopje të shitura. Raindrops Keep Falling on My Head nga kolona zanore Butch Cassidy and the Sundance Kid. 1969, futbollisti Gianni Rivera, me sfushori Milanit, fiton topin e art si lojtari më i mirë europian. 1978, katastrofë ajrore pranë aeroportit të Palermos, gjatë manovrave për të ulur era e fortë bën që një avion i kompanisë Alitalia të përplaset të përfundojë në ujë. Nga 129 persona, vetëm 21 shpëtuan. 1984, bombë në trenin Rapido 904 në Bolonjë, 16 viktima dhe 67 të plagosur. 1987, regjistrohet domeni i parë i internetit, .it, nga Këshilli Kombëtar i Kërkimeve, i cili ka për detyrë të menaxhojë të gjitha regjistrimet .it për faqet italiane. 1989, në Prishtinë u mbajt kuvendi i themelues i LDK-s. 1990, një shumicë dërmuese slovenëve votojnë për shkëputjen e Republikës së tyre nga Jugoslavia. 2000, Kalkuta është qyteti i tretë indian që rifiton emrin e tij parakolonial, nga sot ajo kthehet në të qenit Kolkata. 2013, në qytetin rus të Izhevskut, ndahet nga jeta 94 vjeçari Mikhail Kalashnikov, projektuesi i Kalashnikovit AK-47.